gjen. Ka lezet. Dhe jam ky që jam sot. Ka lezet. Shiko, kjo, si tush, kjo natyra jote, kjo optimisti, si tush, kjo të manë ty valla. Se ndryshe, si tush do kishe lehësit nga mente kokës me gjithë të gjona, se nuk është thjesht ti bësh gjithë gjonat një të në kohë, po je shumë i qetë, je aktiv, si të mon, je shumë happy. Qetësia dhe maturia më ka bërë që unë të reflektoj me veten, edhe kur e shoh dikë që mund të bëhet agresiv, edhe unë nuk ndikoj automatikisht tek personat në fjalë, sepse në qoftë se unë do reflektoj automatikisht mund më bie ajo e cila ka ndërtuar në vite. I fort që e man. Shiko, me që them ndër vite, do kthehemi në fillim, do kthehemi shumë vite në fillimet fare, që ti e ke nisë realisht me muzikën atë kohë, me grupin ta që ke pas atëherë. Po, me një grup nga qyteti i Lezhës. Na fol pak për ato fillimet. Pastaj do dalim këto gjëra tjera që janë shumë interesante. Okej, në fakt për ta ndërtuar pjesën e artit, e kemi ndërtuar në qytetin e Lezhës, e kemi themeluar atje edhe qëndron emri i grupit në bibliotekën e qytetit të Lezhës, dhe unë i përshëndes të gjithë lezhjanët edhe pjesëtarët e grupit, edhe kemi marrë pjesë në 2004 në festivalin e verës në Durrës. Dhe jemi shpërblyer me çmimin e publikut. Emri i grupit ka qenë Blue Fantasy, të cilin e kemi marrë nga artisti i madh Erion Zaloshnja dhe Shpëtim Saraçi. Nuk i harroj. Edhe i falenderoj. Që atëherë i përpikt ke muzikën.